Përshëndetje shenja dashit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi magjistari, mbreti i monedhave, dielli, 2 kupat. Java juaj hapet në energjinë e magjistarit, duke treguar se nuk është momenti të prisni që gjërat të ndryshojnë vetvetiu, por të kuptoni se çelësi i shumë situatave ndodhet në duart tuaja. Gjatë ditëve në vijim mund ta ndjeni veten më të kthjellët, më bindës ose më bindëse në komunikim dhe më të sigurt në vendimet që merrni. Ajo që deri dje ju dukej e ndërlikuar, tani duket se fillon të marrë formë. Pranë magjistarit qëndron mbreti i monedhave, i cili ju bën më praktik ose praktike, gjithashtu dhe më këmbgulës, pavarësisht gjinisë. Mund të vendosni të organizoni më mirë financat, të mendoni për një investim, të kërkoni më shumë stabilitet ose të merrni një vendim që do t'ju sjellë siguri në të ardhmen. Gjatë javës, mund të fitoni respektin e dikujt për shkak të seriozitetit dhe maturisë që do të tregoni. Më pas skena ndriçohet nga dielli, karta që sjell optimizëm dhe çlirim. Mund të merrni një lajm që ju gëzon, të përfundoni me sukses një çështje që ndoshta ju ka lodhur ose thjesht të ndjeni se pesha që keni mbajtur mbi supe po lehtësohet. Java mbyllet me 2 kupat, duke treguar se kjo rritje personale nuk mbetet vetëm tek ju. Mund të afroheni më shumë me një person që ka rëndësi në jetën tuaj. Mund të lindë një bashkëpunim i vlefshëm ose të ndjeni se më në fund dikush ju kupton pa që nevoja të shpjegoni gjithçka. Kartat këshillojnë të besoni tek vetja dhe të mos keni frikë të bëni hapin që ndoshta e keni shtyrë prej kohësh. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 7 monedhat, perandoresha, kalorësi kupave, hëna dhe 4 shkopin qëra njëkohësisht. Në familje, java nis me 7 monedhat, duke treguar se prej disa kohësh keni pritur ose po prisni që një situatë të ndryshojë ose që një njeri i afërt të reflektojë mbi sjelljen e tij ose të saj. Ndoshta keni investuar shumë durim dhe përkujdesje, por frytet kërkojnë ende kohë. Kjo kartë ju thot të kalisni durimin. Atmosfera ndryshon me perandoreshën, e cila mbush shtëpinë me energji ngrohtësie dhe afërsie. Mund të ndiheni më të lidhur me familjen, të kaloni më shumë kohë me njerëzit që doni ose të merrni mbështetje pikërisht atëherë kur keni më shumë nevojë për të. Nëse javët e fundit ka pasur tensione, ndoshta ju do të jeni personi që do të di t'i zbusë ato tensione me qetësi dhe mirëkuptim. Ndoshta ka një figurë femërore që mund të luajë rol të rëndësishëm në këtë proces. Më pas shfaqet kalorësi i kupave, i cili sjell një telefonat, një vizitë ose një bisedë që ju prek ndjenjat. Dikush mund të hapet më shumë se zakonisht ose të kërkojë t'ju afrohet pas një periudhe distance, por mund të jeni dhe ju kundrejt dikujt. Pra energjia është edhe anasjelltas ndonjëherë. Megjithatë, pranë kësaj karte shfaqet hëna, duke ju paralajmëruar të mos i besoni çdo dyshimi që lind në mendjen tuaj. Emocionet mund të jenë më të forta se faktet, prandaj mos nxirrni përfundime të nxituara. Interpretimi mbyllet me 4 shkopinj, një kartë që rikthen harmoninë dhe stabilitetin. Pavarësisht luhatjeve emocionale në fund të javës, do të mbizotërojë harmonia dhe ndjenja e bashkimit. Kartat këshillojnë t'u jepni kohë njerëzve,
të shprehin zemrën e tyre përpara se t'i gjykoni nga heshtja. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi mbreti i shpatave, faqa e shkopinjve, kalorësi i shkopinjve, mbreti i kupave dhe faqa e monedhave që ranë njëkohësisht. Dashuria nis me mbretin e shpatave, duke treguar se ju mund të përpiqeni t'i mbani ndjenjat nën kontroll, edhe nëse zemra ju shtyn të afroheni me dikë. Fillimisht do të kërkoni siguri dhe qartësi. Nëse jeni në marrëdhënie, mund të zgjidhni të diskutoni një çështje që ndoshta ju ka shqetësuar prej kohësh. Diskutimi kuptohet që do të jetë shumë i drejtë për drejtë, por kjo atmosferë serioze nuk zgjat shumë. Faqa e shkopinjve sjell një ndryshim të menjëhershëm. Një mesazh, një telefonat ose një takim i papritur mund të zgjojë emocionet tek ju. Nëse keni qenë në pritje të një shenje nga dikush, kjo kartë tregon se akulli duket sikur fillon të shkrihet. Për shumë prej jush, java mund të sjellë një flirt të këndshëm ose rikthimin e komunikimit me një person që kishte munguar. Më pas, kemi kalorësinë e shkopinjve duke i dhënë ritëm ngjarjeve. Ajo që nisi si një bisedë thjesht mund të kthehet shpejt në një takim, në një deklaratë ose në një afrim të fortë. Megjithatë, unë do të thoja se kjo kartë ju paralajmëron gjithashtu të mos merrni vendime në ndikimin e pasionit, sepse është një energji e paqëndrueshme. Mbreti i kupave tregon se gjatë javës do ta kuptoni më mirë se çfarë kërkon zemra juaj. Pra, me mbretin e kupave ju arrini pjekuri emocionale, i kontrolloni, i zotëroni ndjenjat pa i mohuar dhe dini çfarë kërkoni në dashuri. Më pas, faqa e monedhave flet për një fillim të ri ose për një hap konkret. Mund të jetë një njohje që merr drejtim më serioz, mund të jetë një premtim ose mund të jetë një vendim për ta ndërtuar lidhjen me qetësi. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, java duket se ju jep mundësinë ta lini pas një periudhë ftohtësie dhe të riktheni dialogun, pasionin dhe ndoshta edhe besimin. Nëse ju jeni beqar ose beqare, atëherë kartat flasin për një njohje që mund të nisë me shumë entuziazëm, por që mund të ketë potencialin të mos mbetet thjesht një aventurë. Kartat këshillojnë të mos keni frikë, të tregoni atë që ndjeni, por duhet të lini kohën të tregoj vlerën e lidhjes ose të personit tjetër. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 10 kupat, drejtësia, faqa e shpatave, 3 shpatat. Në punë java nis me kartën me 10 kupat, duke treguar se do ta ndjeni veten më të qetë në marrëdhëniet profesionale. Mund të merrni mbështetje nga kolegët, të përfundoni një detyrë me sukses ose të kuptoni se puna po vlerësohet më shumë nga sa mendonit. Më pas, shfaqet drejtësia, e cila ju vendos përballë përgjegjësive. Mund të nënshkruani dokumente, të prisni një përgjigje ose të merrni një vendim të rëndësishëm. Nëse keni qenë korrekt dhe të ndershëm, rezultatet do të jenë në përputhje me përpjekjet tuaja. Në mesin e javës, faqa e shpatave ju kërkon të jeni vigjilent, sepse mund të ketë një lajm, mund të ketë një bisedë ose një informacion të ri që mund t'ju bëjë ta shihni një situatë ndryshe. Edhe nëse e vërteta nuk do të jetë plotësisht e këndshme, sepse më pas kemi 3 shpatat, e cila mund të sjellë një zhgënjim të vogël ose një plan që shtyhet. Megjithatë, 3 shpatat ju ndihmon të kuptoni se cilat bashkëpunime, se cilat pritshmëri ose se cilat ide nuk kanë më vend në rrugën tuaj. Kartat këshillojnë të mos lejoni që një pengesë e përkohshme t'ju largojë nga objektivat tuaja.
Kalojmë në Prism Oracle ku kemi refuzimi. Refuzimi ju kujton se jo çdo derë që mbyllet është humbje. Nëse këtë javë përballeni me një refuzim, përballeni me një vonesë ose me një përgjigje që nuk ju pëlqen, unë do thoja mos u dekurajoni. Ndonjëherë refuzimi është bekim sepse ju largon nga ajo që nuk është për të mirën tuaj. Paç.